Nga Haga, ish-presidenti Hashim Thaçi ka dhënë një intervistë për gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung. Thaçi, i cili bashkë me të tjerët po akuzohet për krime lufte, është pyetur nëse gjykimi ndaj tij mund të ndryshojë perceptimin e historisë për Kosovën. Ai ka thënë se ky mbetet shqetësim, përgashtuar se ngjarjet e të 90-tave janë të dokumentuara mirë dhe s'bëhet fjalë për interpretim. I pyetur nëse do të mund të shpallej fajtor, a do të nënkuptonte kjo se NATO-ja ka bashkëpunuar me kriminalë lufte, Thaçi ka përsëritur se ndërhyrja NATO-s në vitin 1999 u mbështet në vlerat e lirisë, drejtësisë dhe të drejtave të njerëzit. NATO erdhi në ndihmën tonë sepse kuptoi çfarë po kalonim nën Miloševićin. Në Rambuje delegacioni ynë pranoi paqen, ndërsa Serbia zgjodhi luftën dhe spastrimin etnik. Serbia sulmoi Kosovën dhe populli i Kosovës bëri rezistencë. Pa këtë rezistencë dhe ndërhyrjen e NATO-s, Kosova nuk do të ekzistonte sot. Thaçi ka thënë po ashtu se ai ka pritur që gjykimi të jetë mbi bazën e raportit të Dick Martit për pretendimet për trafikim organesh. Thaçi ka thënë se ndihet i përmbushur me karrierën e tij politike dhe se garën politike e ka lënë pas vetes, por jo edhe jetën politike. Ju pyeti nëse jeta ime politike ka mbaruar. E shoh garën politike pas meje, por jo jetën time politike. Si qytetar i lirë Kosovës, do të vazhdoj të shërbej publikut dhe shtetit në të ardhmen. I përulem popullit të Kosovës që më ka treguar besim, respekt dhe mbështetje për vizionin tim politik për 2 dekada. Gjithashtu shpreh mirënjohjen time të thellë për partnerët tanë ndërkombëtar që kanë punuar ngushtë me mua për të realizuar vullnetin e popullit për liri dhe pavarësi. Ndihemi përmbushur në karrierën time politike. 5 vjetët e fundit ai konsideron të humbura për Kosovën në raport me partnerët ndërkombëtar. I ka cilësuar shqetësuese sanksionet e BE-s ndaj Kosovës, duke shtuar se ruajtja e raporteve me aleatet strategjik është interes kombëtar. Ai u pyet edhe për idenë e shkëmbimit të territoreve sa ishte aktiv në politikë. Qëllimi im kryesor ishte sigurimi i një paqeje të qëndrueshme mes Kosovës dhe Serbisë, një paqe që do të mundësonte të dyja vendeve të ecin përpara dhe Kosovës, të hapet rruga për integrim të plotë ndërkombëtar. Do të ishte pafalshme që lihen çështje të pazgjidhura për brezat e ardhshëm. Angazhimi im ka qenë gjithmonë për zgjidhje diplomatike, në përputhje me kushtetullën e Kosovës dhe në bashkëpunim me aleatët tanë strategjik. Marrëdhëniet e mira me Bashkimin Evropian, SBA-n dhe Perëndimin janë në interesin kombëtar të Kosovës. Ai u pyet edhe për një bashkëpunim të mundshëm, VV-PDK. Prioriteti im është procesi ligjor që po kaloj aktualisht. Megjithatë, mund të them se në Kosovë gjithmonë duhet të vendosen interesat e qytetarëve mbi ato partijake. Ka mbi 5 vjet që Thaçi dhe të tjerët po ballafaqohen me akuza për krime lufte në Kosovë. Tashmë kanë përfunduar fjalët përfundimtare dhe pritet vendimi përfundimtar i trupit gjykues.